Po, pra kjo është. A e këndojmë edhe një këngë, edhe sigurisht që pastaj vazhdojmë edhe bisedojmë edhe sepse kemi edhe pjesën tjetër të fëmijëve. Kështu që prapë ju lëmë dalë të skena dhe me këndu edhe një këngë. Do të këndoje, do të pëlsas, kam humik motër e va, ju që mbetët rrugëve të botës, shkreti lat rrugët e Kosovës, toka juaj po ju thret, ku ke lind, duhet me vdek, duhet me vdek. Faleminderit edhe një herë për këtë performancë të bukur, edhe po kënaqeshna shumë sa herë për ndëgjoj zonin e ju. Ju përgëzoj shumë zonin e bukur edhe për një po kombinoni shumë mirë të dyat, kështu me një zot tepër të bukur. Shumë faleminderit. E kemi tash rubrikën me disa pyetje pak më ndryshe, që me pa pak a shumë se qysh kish me qenë bota sipas imagjinatës së fëmijëve. Po e nisim me pyetjen e parë kështu, nëse kishit me qenë presidenta të Kosovës, çka kishit ndryshu në vend, ose çka kishit sjell diçka tre, ose çfarë ligje kishit sjell? Unë nëse do isha presidenta e Kosovës, do të bëja arsimin më të mirë. Kur them arsimin më të mirë, do të pajisja gjitha shkollat me mjete teknologjike. Po, Ornela? Për mund të ketë më shumë natyrë, sepse makinat, do më thonë, e kam bë ambientit pak më të mbyllën, edhe kisha pas qef me bë më shumë natyrën. Po, pra me pas sa më shumë gjelbrim edhe me largu makinat, a? Jo me pas kaq shumë. Mirë shumë. Cili është momenti më i lumtur i ditës tënde? Për shembull, kur mendon ti që përmbushesh kështu, ose çka mezi pret me bën gjatë ditës? Me këndu. Okej. Për mu me këndu ose me kalu kohë me familje mas shkollës. Mirë shumë. Ju thatë që jeni nga Klina, kështu që nëse ndonjëherë do ishit kryetare të Klinës, ose të çfarëdo qyteti, qysh kish me u dok një qytet i ëndrave tuaja? Ndërtesa më pak, se në Klinë janë të ndërtu shumë ndërtesa, edhe shkollat me i pajis me mjete teknologjike që me u bo mësimi më i mirë ose me një farë forme më i lehtë për nxënësit. Po. Ornela? Si që thashë ma heret me pas ma shumë gjelpërim, edhe mos me pas shumë makina, me pas ma pak ndërtesa, me pas ma shumë parqe, e të tjera. Cila është gjëja më e bukur në botë? Familja. Familja. Edhe për mu njajt, familja, se me ta kalon gjithë shka. Momentet ma të bukura. Qofë momente ma të mira, qofë momente emocionuese, të tjera.